Asambleja e Partisë Socialiste ka zhvilluar këtë të hënë mbledhjen e radhës me praninë e ministrave dhe deputetëve socialistë. Takimi nisi në orën 10 të paraditës me dyert të mbyllura, ndërsa i pranishëm në këtë mbledhje ishte edhe kryeministri Edi Rama. Mbledhja u raportua se nisi me fjalën e kryetarit të grupit parlamentar, Daulat Balla. Më pas drejtuesit politik në Qarqe raportuan mbi ecurinë e punës në terren dhe problematikat e evidentuara në organizatat socialiste. Një nga pikat kyçe të rendit të ditës lidhej me negociatat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha dhe kryenegociatorja Majlinda Zuka raportuan mbi ecurinë e procesit, kalendarin e reformave dhe masat e reja, me fokus të veçantë te kapitulli 24, drejtësia, liria dhe siguria. Në vim mësohet se është paraqitur edhe një raport mbi detyrat e lëna nga mbledhja e kaluar, ndërsa diskutimet ishin të kufizuara në kohë për çdo folës. Takimi u përmbyll me një tjetër moment politik në kuadër të Majit të Europës dhe 35 vjetorit të PS-s, ku mbajti fjalën përmbyllëse edhe kryesocialisti Edi Rama.